Çfarë vlerë ka fjala amin? Amin do thot o Zot, përgjigju kësaj duaje. Zakonisht amin thuhet kur bëhet duaja në përgjithësi ose kur lexohet el-Fatihaja në veçanti. Amin, pra o Zot, përgjigju kësaj lutje. El-Fatihaja ka 2 pjesë. Pjesa e parë është madhërim, vlerësim dhe lavdrim për Zotin. Mesi beslidhja mes njeriu dhe Zotit, dhe fundi i el-Fatihas është dua dhe lutje. Për këtë arsye në fund të el-Fatihas themi amin. Përgjigjo Zot lutjes dhe duas. Po kur jemi me imam, a duhet themi amin? Po. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, cili do që përputhet amini i tij me aminin e imamit, do t'i falen gjunahet. Si ndodh kjo? Masi thot imami, wala dallin, amin, thot imami, edhe ne duhet presim. Pra, kur thot imami, wala dallin, amin, themi bashkë me imamin. Themi bashkë me imamin. Si bëhet amini me zë të lartë apo me zë të ulët? Amini bëhet me zë të lartë. Përveç se nëse jesh një xhamat që nuk e bëjnë me zë të lartë, edhe bërja me zë të lartë mund të shkaktojë zhurmë, mund të shkaktojë ftofje, përçarje, mos e bëj. Ama nëse është një xhamat dhe njerëz që dinë nga suneti i pejgamberit alayhis salam, është mirë që amini të bëhet me zë të lartë. Siç bëhet në Ka'ba dhe siç bëhet në Medinë.